Si ka mundësi që të mos japi SPAK-u drejtësi, kur SPAK-u drejtohet, ashtu, instruktohet nga ekspert më dhej ndërkombëtar. Akoma se dini ju. E qartë zotë Ngjela, ju Dhe kanë ardhur sipas thënies së presidentit amerikan, që tha ne do t'ja heqim korrupsionin në Shqipërisë. Pse nuk e dini ju që ka pasur një korrupsion gjigant këtu? No, e di media këto se dhe njeri. Mua do më pyesni, ky është një shtet që ka qenë i mbytur nga korrupsioni. SPAK-u po bën punën e vet. Ka kryeministër të pandehur, ka ministra, ka zonë kryeministra të pandehur, që pak janë bërë. Tani do kanë filluar gjyket, shikojmë sa thotë dënojnë. Përdorni, që kishte tjetër? E qartë, zotë Ngjela, ju gjithashtu, zotë Ngjela, ditën e sotme në Facebookun tuaj keni cilësuar si një komedi reagimin e Partisë Demokratike për një dokument historik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër PS-s. Si e komentoni këtë status që ju keni postuar në rrjetin tuaj social Facebook? Çfarë kam thënë? Ju ditën e sotme, zotë Ngjela, në rrjetin tuaj social Facebook keni cilësuar si komedi reagimin e Partisë Demokratike për një dokument historik të SBA-s kundër Partisë Socialiste. Ku kemi dokument kundër Partisë Socialiste? S'ka. Më tregoni ku dokumenti kundër Partisë Socialiste nga Washingtoni. Ky është një postim që keni bërë ju në rrjetin tuaj social Facebook. Ore zotria, ka apo s'ka, lutem? Ka nga Washingtoni goditje për PS-n ose jo? Ma thoni. Unë them s'ka, deri tani, kaq. Derisa s'ka, gjitha të tjerët janë komedi. Vazhdo, keni tjetër? Ndaj ju e keni qenë komedi, kjo ishte pyetja zotë Ngjela. Lere zotri, nuk ka deri tani. Çka më duhet që kam quajtur unë? Pyetja bëhet ka apo s'ka, nuk ka. Atëherë vazhdo në tutje. Ç'a kishe? Gjithashtu, zotë Ngjela, në ditën e shtunë, në datën 24 janar, është protesta e radhës e Partisë Demokratike e kryesuar nga zoti Berisha. Gjithashtu, zoti Berisha është deklaruar se ai nuk do të ndalet. Si e shikoni deklaratën e tij? Dëshpërim. Ku do ndalet, s'ka vota. Kjo është. Si jeni këtu juar, si media. Ku ka vota? E atë shikojnë se do t'i dalën atje. E keni parë se i kanë dalë në këto foltorët në këto? Ku ka vota? Po s'ke vota, zotri, duhet ikësh. Ose do diskreditohesh. Ka dim, tjera që më duan. Po që s'ka vota, s'ka, sepse po kuptohet që nuk kam përkras. Me këtë mbaron biseda ime. Tjetër, kishit? Foltoren e Ervin Salianit si e shini në Partinë Demokratike, zoti Ngjela? E shini si përçarje tek Partia Demokratike, apo e shini si një ribashkim për Demokratët dhe Partinë Demokratike? Nuk di çfarë them. Të shikojmë se si do precipitojnë në kohë. Ajo është fillimi. Ç'a të thojmë? Mirë, po e presin, shikojmë. Duhet me prit. S'mund fritet ashtu qesim. Unë të paktën nuk flas kot. Kur ta shikoj se si do ta ketë përkrajen, se çfarë programi ka, atëherë do kem dhe unë mundësinë të flas për këtë çështje. Gjithashtu, zoti Ngjela, do të ndalemi edhe tek ftesa e presidentit Trump për kryeministrin e vendit, zoti Rama. Ju si interpretoni këtë ftesë për bordin e paqes? Po është vlerësim që i bëjnë Shqipërisë, jo Ramës. Thresën dhe kryeministrin shqiptar do të thotë që vlerësojnë Shqipërinë. Vlerësim i madh ai për Shqipërinë. Nuk diskutohet. Pastaj, se kush është kryeministri në Shqipëri nuk e kanë ata në dorë. Ata thresin kryeministrin sepse respektojnë aleancën me Shqipërinë. Kaq. Ata vej kryeministri shqiptar. Çka ka këtu për të shqetësuar? S'ka ndonjë. Do vej kryeministri shqiptar dhe është në derë që i bëjnë Shqipërisë, që e kanë futur në këtë strukturë ndërkombëtare. Mori fund. A i përforcon kjo marrëdhëniet me politike Shqipëri dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shkuarja e kryeministit të vendit? Ma vjen shumë keq, nuk e dini ju që ne kemi marrëdhënie të ngushta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës si shtete? Shqipëria ka marrëdhënie të ngushta me ta. Ku do vjen më të ngushta?
Shqipëria është partneri tyre kryesor në Ballkan, zotri. Ka mërfunda, ne jemi partnerët e tyre. Aleatët e tyre kryesor në Ballkan është Shqipëria. Dhe këte e kanë shprehur botërisht. Ka mërfunda. Ish presidenti Amerikan tha që ne do t'ja heqim korrupsionin në Shqipërisë. Ja kanë ndërtuar SPAK-un. Pse ne e drejtojmë SPAK-un? Ikni shikojni ekspertë e hujeti. E para. E keni parë se sa janë arrestuar. Dhe se sa janë në proces dhe sa janë thirrur si të pandehur me kryeministre, kryeministre, ministre, ku ka ndodhur ndonjëherë kjo në Shqipëri? SPAK-u e ka sjellë. Po SPAK-u është ndihma që po ne hapin ndërkombëtarët, sidomos Washingtoni që të shpëtojë Shqipërinë nga korrupsioni. Kaq. Dhe unë mendoj që do ketë goditje të tjera të rënda antikorrupsion. Reagimin e opozitës si e keni parë, zoti Ngjela, për ftesën e kryeministrit Rama në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për çështjen e bordit të paqes? Ku diun se kam dëgjuar fare çka ka thënë? Ku dëgjon? Zotri, unë politikën që se besoj nuk e dëgjoj. Ku e dëgjojmë ata? S'merr fare me ata. Më tregoni çka ka thënë, t'ju them. Çfarë ka thënë, më thoni t'ju them. Mendimin tim. Unë s'di fare. E para punës njëherë që do të keni parasysh një gjë, se me mua do t'jeni serioz. Po. Kryetari i Partisë Demokratike është non grata në Amerikë. Mua çam dini ju? Anti-perëndimare? Nuk flitet me mua për atë. Ai është non grata në Amerikë, keni pyetje të tjera. S'mund të flasim për atë çfarë. Non grata në Amerikë, zotri. Ka marrë fund ajo çfarë? Për korrupsion. Dhe për veprimtaria anti-amerikane. Kishit ndonjë pyetje tjetër? Zoti Ngjela, gjithashtu është ftuar edhe presidenti e Kosovës Vjosa Osmani. Si shihet kjo që... Zoti Ngjela, si shihet raporti që kemi të ftuar edhe kryeministrin e vendit zoti Rama, po gjithashtu edhe presidenten Vjosa Osmani? A shihet si një raport i mirë, si një pozicion i liderëve? Vlerësim shumë i madh për botën shqiptare në Ballkan. Ka marrë fund ajo. Vlerësim shumë i madh. Të dy shtetet shqiptare janë atje. Zotri, po flasim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo po flasim për në një koloni? Ju lutem ndonjëherë. Si unë flitet kështu? Është ndër i madh që bëhet botës shqiptare, edhe Shqipërisë edhe Kosovës. Është diskutohet. Kështu duhet ta kishte filluar pyetja. A është ndër i madh ky që bëhet? Nëse janë mërzitur, ka këtu struktura anti-shqiptare që janë mërzitur, ç'më duhet mua me ato? Keni tjetër pyetje? Zoti Ngjela, unë ju falenderoj që ju pata në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Edhe unë gjithashtu. Faleminderit. Të nderuar shikues, ishim në këtë lidhje të drejtë për drejtë me avokatin Sparta Ngjela. Ne së bashku kemi ardhur në fund të emisionit për ditën e sotme. Ju falenderoj.